تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, atë lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë e dobishme dhe na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me librin Umdatul Ahkam të autorit Abdul Ghani al-Maqdisi, i cili ka lindur në vitin 541 dhe ka vdekur në vitin 600 të Hijretit. Allahu e mëshirov dhe falt atë dhe të gjithë dietarët e umetit. Allahu na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi në temën që ka të bëj me një çështje. Siç e dim, domethënë jemi në kapitullin e transaksioneve ose shitblerjeve ose raporteve ndërmjet njerëzve, ndërveprimet, domethënë mes njerëzve. Edhe kjo është një pjesë e rëndësishme e fiqhut që duhet ta mësojë muslimani dhe është pjesë e rëndësishme dhe mrekullueshme e shariatit tonë të madhërisëm dhe të pastër, në të cilin nuk ka mbetur asgjë pa u sqaruar dhe pa u rregulluar në mënyrën më të përsosur, si ka thënë Allahu i lartësuar, ma farratna fil kitabi min shay. Domethënë nuk kemi lënë mangët në libër asnjë gjë. Domethënë nuk ka mbetur asgjë e pa sqaruar në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tema prej këtyre temave të ndërveprimeve mes njerëzve ose transaksioneve është babu man wajada sil'atahu 'inda rajulin qad aflas. Domethënë titulli është pra kjo temë që ka të bëjë me një njeri i cili e gjen mallin e vet te dikush i cili ka falimentuar. Pra këtu është përmendur një hadith i cili në libër është hadithi 277. Thot, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Domethënë ky hadith që është në dy librat sahiha transmetohet nga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Edhe shikoni në precizitetin e transmetimit dhe përpikmërinë e transmetimit. Thot transmetuesi se ka thënë Abu Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, domethënë ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ose, domethënë nuk është i sigurt transmetuesi, po do ta përcjell në mënyrë shumë precize. Thot, ose ka thënë Abu Huraira, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Domethënë e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë. Do thotë shihni në për hadithe ndryshme, dikun ka thënë i dërguari i Allahut, dikun ka thënë pejgamberi, domethënë profeti sallallahu alaihi wasallam, dikun themi e shohim që sahabiu thot e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë. Domethënë këto
janë transmetuar tabiin që e kanë dëgjuar nga sahabiut, do të thënë e kanë përmendur edhe fjalën e sahabiut, sakt. Do të thënë atëherë si do të jetë çështja me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që vjen pas kësaj. Do të thënë edhe kjo është prej bukurive të kësaj feje, edhe kjo mrekulli që ekziston vetëm te ky ummet, askush tjetër nuk e ka. Do të thënë çështja e zinxhirit transmetimit, sened. Prandaj kanë thënë dietarët e selefit se senedi mësimi i kësaj. Do të thënë mësimi i zinxhirit. Ka tregon për shembull Imam Buhari se më ka thënë filani ose kam dëgjuar filanin, pra këtë dietar duke thënë se e ka dëgjuar atë dietar duke thënë, do të thënë duke arritur kështu deri te sahabiu. Edhe sahabiu tregon për fjalën që e ka dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo siç dihet quhet sened ose zinxhiri i transmetimit ose isnad. Edhe kanë thënë el isnadu min ad-din. Do të thënë ky senedi ose isnadi ose zinxhiri, pra është pjesë e fesë. Dhe sikur mos ishte zinxhiri i transmetimit, do të kishte folur në fe kush kish dashur, çka kish dashur. Do të thënë do të kishin thënë, pra secili i kujtohet një fjalë dhe thotë, pra kështu duhet jetë në islam, ose kështu është rregulli, ose kështu duhet të falemi, ose kështu duhet bëjmë dhikr, ose rregullat e halalit dhe haramit e kështu me radhë. Mirë po, pra dietarët i kapin me këto zinxhir, domethënë të fuqishëm. Edhe thonë nga ku e ke marrë, domethënë, pra secili prej dietarëve derisa janë shkruar edhe janë verifikuar dhe janë fortifikuar, domethënë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si edhe Kurani më përpara, domethënë në mënyrë të qartë, që nuk ka mundësi dikush të thotë të fusë në fe diçka që nuk është prej saj. Domethënë çdo gjë është shashitur edhe pastruar, domethënë në mënyrën e përsosur. Edhe për këtë duhet gjithmonë ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Domethënë ne sot në mas gjithë këtyre shekujve mësojmë fenë Allahut dhe kryejmë adhurimin sikur të jemi duke e parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë me siguri të plot, si ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Allahu i lartësuar. Po kjo është vetë një dobi anësore, domethënë se është me vërtet kjo e bukur se e kanë përmendur, pra se Ebu Hurera thot, ka thonë i dërguari i Allahut, ose ka thonë Ebu Hurera, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë kështu. Po, hadithi është në temën e ndërveprimeve mes njerëzve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men adraka malahu bi'aynihi 'inda rajulin aw insan, do thot kush e gjen pasurinë e tij sakt, do të thënë vetë pasurinë e tij sakt, do të thënë që është e tija te një njeri, pra rajul, burr ose insan, njeri, do të thënë kuptimi i njëjtë është arabisht, po edhe këtë kanë përmendur, do të thënë transmetim. Pra ka thonë inda rajulin, te një burr, au insanin ose te një njeri qad aflas, i cili ka falimentuar, fa huwa ahaqqu bihi min ghayrihi. Atëherë, ai është më meritor që ta marrë atë pasuri se dikush tjetër. Do thotë, pra kush e gjen pikrisht pasurinë e tij të sakt, bi ajnihi, do të thonë vetë, si më thonë personalisht atë pasuri të tijen, e gjen te dikush që ka falimentuar, atëherë ajo është më parsor që ta marrë. Çka është qëllimi i këtij hadithi? Qëllimi është, nëse dikush shet ndonjë mall, i shet dikujt, edhe siç e themi ne me veresie, do të thonë që ta paguajmë më vonë, ose i jep borxh dikujt, që duhet t'ja, ose i jep hua, do të thonë një mjet për ta përdorur, dhe pastaj ai blerësi falimenton. Dhe kur falimenton, do të thonë, shikojnë këto rregulla, mos mendoni se i kanë nxjerr këta
domethënë këto çështjet administrative, do të këto i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Kur falimenton dikush, patjetër gjykatësi gjykon që pasuria e tij ngrihet, domethënë ose merret, edhe ju jepet borxhlinjve, ata që kanë ndonjë hak, shpërndahet, shitet, do thot, ose jepen pjesë prej mallit të tij, domethënë te ata që kanë ndonjë hak, domethënë që të cilëve ky i falimentuari ka borxh ose i ka pas borxh ose ka pas lidhje tregtie me ta. Por nëse vjen njëri prej këtyre borxhëve, ky dikush që i ka shit mall, edhe vjen aty edhe thot pikrisht ky malli është unë që ja kam dhënë, domethënë i pandrysuar, ashtu si ja ka dhënë, edhe nuk e ka marr pagesën për këtë mall. Nuk është as të plot, as të pjesshme. Domethënë nuk ka marr asnjë lloj pagese. Atëherë ai e merr prap, domethënë mallin e tij. Ai është më parësor se sa ata borxhlit tjerë, sepse ky është pikrisht malli i tij. Nëse nuk i ka ndryshuar cilësitë, nuk ka ndryshuar, domethënë, po është ashtu si ja ka dhënë. Nëse është ashtu si ja ka dhënë, atëherë dhe nuk i ka paguar asnjë pjesë blerësi që ka falimentuar, atëherë ai e kthen këtë mall para të tjerëve që kanë hak te pasuria e tij. Më thënë, kuptojmë se tash mund vinë 20 veta ose 100 veta të cilëve u ka ndonjë lloj borxhi, ose ndonjë mall që duhet t'ja paguaj, ose ndonjë mall që duhet t'ja jape, ose ndonjë shërbim që i kanë bërë që se ka kryer pagesën, edhe ky është i falimentuar. Domethënë të gjithë vinë që ti kërkojnë të drejtat e veta. Në thotaj që e gjenë mallin sakt, si që ka dhënë, atëherë ajo është më parësor. Nëse për këtë mall nuk është, si tham, nuk ka ndryshuar, të sqarojmë këtë si ka mundësi të ndryshoj, ose nuk është lidhur dhe një hak tjetër, domethënë nuk e ka shitur këtë mall. Nëse e ka shit, pra dikush tjetër e ka paguar, atëherë nuk mund ta marrë ai i pari që ja ka dhënë, ose ja ka dhuru dikujt, ja ka dhënë kështu me radhë. Domethënë, ose është peng, do thotë ky malli, tash konkret, është peng për një borxh tjetër. Atëherë ai borxhdhënësi është më parësor që ta marrë pengun. Edini, kjo kemi folë më herët për pengun. Pra, ai që e jep borxhin, e siguron borxhin me peng. Edhe në qoftë se falimenton borxhmarrësi, atëherë borxhdhënësi e përmbush hakun e vet duke marrë pengun. Pra, tash ai që e gjen mallin e vet te i falimentuari, ai është më parësor nëse ai mall nuk ka ndryshuar, tani do t'i përmendim prapë kushtet, nuk ka ndryshuar, domethënë malli, ose nuk është paguar as pjesërisht, as plotësisht, ose nuk lidhet në një hak i tjetër kujt me atë mall. Nëse është kështu me këto kushte, atëherë ajo është më parësor që ta marrë këtë mall se të tjerë borxhlit, domethënë. Borxhli përdoret me të dy kuptimet, edhe ai i cili ka borxh, edhe ai të cilit i ka dikush borxh. Domethënë, prej këtij hadithi përfitojmë se ai i cili e gjen mallin e vet te dikush që ka falimentuar, është domethënë ka të drejtë të kthehet, të tërhiqet nga shitblerja. Domethënë ja ka shit mallin, edhe pastaj ai falimenton, atëherë mund të kthehet, do thotë, e merr mallin edhe e anulon shitblerjen. Kjo është dhe për këtë duhet plotësohen disa kushte që dietarët i kanë nxjerrë nga hadithet të ndryshme, domethënë nga ky hadith dhe hadithet të tjera, ose nga rregullat dhe qëllimet ose objektivat e shariatit.
do të thënë qëllimet e shariatit për drejtësi, për largim të dëmit e kështu me radhë. Do të thënë parimet e shariatit, do të thotë i marrin për bazë ose hadithe tekstuale, do thotë, që prej cilave i kanë nxjerr këto kushte. Tham i zoti i mallit ose pronari i mallit është për qëllim kush ai njeri që ka shit një mall. Ose gjithashtu kanë përmendur dikush që e ka lënë si do të thënë që ta ruaj. E ka lënë si amanet, do thotë te dikush. Ose ja ka dhënë borxh. Ose diçka të tillë, do thotë edhe e gjen vetë atë mallin e tij konkret. Atëherë mund ta kthej me këto kushte, do thotë që tjetë pasuria e këtij të falimentuarit nuk i përmbush borxhet, nuk i plotson, do të thënë ato drejtat e të gjithë klientëve të tij. Do të thënë nuk i plotson kjo pasuri. Atëherë ai është njëherë i pari që e merr mallin e vet. Dhe ky kusht është i marrë, do thot, nga kuptimi i përgjithshëm i hadithit. Ose është i marrë, do të thënë, nga fjala i falimentuar, muflis, ose insan qad aflas, do të thënë njeri që ka falimentuar, do thot, pasuria e tij nuk mjafton që ti përmbush obligimet që i ka ose detyrimet që i ka ndaj të tjerëve. Tham gjithashtu është kusht që t'jetë konkretisht malli që ja ka dhënë, do të thënë konkret, jo i ngjashëm ose diçka tjetër që është i barabartë kështu me radhë, edhe kjo merret tekstualisht nga hadithi. Kushti tjetër është që mos ketë marrë, do thot, asnjë pjesë prej pagesës. Nëse ka marrë një pjesë, nëse ka marrë gjithë pagesën është e qartë, po edhe nëse ka marrë një pjesë, do të thonë nuk ka mundësi ta anulojë shitblerjen, sepse do thot është plotësuar shitblerja. Atëherë është pjesëmarrës në pjesë ose aksionet e pasurisë të këtij të falimentuarit, yerhamukallah. Si edhe tjertë, do të thënë njësoj, si ata klientë të tjerë, dhe ky merr pjesë, do të thënë si ata të tjerë, nuk e merr gjithë mallin e vet, nëse ka marrë një pjesë të pagesës. Pastaj gjithashtu, nëse klientët tjerë ofrohen që t'ja paguajnë këtë mall, atëherë prap haku i tij nuk anulohet. Do të thënë prap ka drejt që mos e pranoj pagesën, po ta marrë mallin, sepse teksti i hadithit thotë ajo është më parsor për mallin. Pra nuk mund ta detyrojnë ata që ne tjerë, do të thënë ta japim pagesën që ta ndajnë ata atë mall. Kjo do thotë është prej bazave të shariatit ose prej parimeve të shariatit që të ruhet haku i pronësisë. Do të thënë ai që është pronar i një malli nuk ka mundësi që t'i merret malli përveç se me argumente, do të thënë nga shariati. Gjithashtu që ky mall, siç tham, të jetë ashtu si ja ka shitur ose si ja ka dhënë hua, dhe mos jetë i ndryshuar. Për shembull, nëse i ka dhënë borxh grur ose miell, edhe ai e ka bë buk atë miellin, atëherë nuk mund ta kthej. Do të thonë duhet të ketë mbetur në atë gjendje në cilën ja ka dhënë, ose për shembull i ka dhënë dru ose drasa, edhe ai ka bën derë për shembull ose tavolinë kështu me radhë. Atëherë nuk është hak i tij që t'i marrë këto. Por nëse është në gjendjen në cilën e ka dhënë, nëse ka ndryshuar cilësitë ose është prishur një pjesë, atëherë, si tham, edhe ai është një prej klientëve të cilët kanë të drejtë, do të thënë, pra siç gjykon gjykatësi për ndarjen e pasurisë së tij. Dhe tjetra është që mos ketë ndonjë borxh,
në lidhje me atë mall, ose mos jetë i lidhur ai mall me hakin e tjetër kujt. Për shembull, nëse ja ka shitur tjetër kujt, ose e merr ortaku i tij, si është që është më parsor, ose është pengë kështu me radhë. Do thotë këto janë kushte që kanë të bëjnë me vetë mallin. Pra, besoj që ky hadith është i qartë për këtë çështje, do thotë në tregti edhe në biznes në përgjithësi, do thotë ndodhin çështje të këtilla dhe kjo është e sqaruar në shariatin ton madhështor. Ka një ikhtilaf mes dietarëve, ka kundërshtim, domethënë për një çështje, dhe ai kundërshtim është nga Hanefit, të cilët thonë se shitësi nuk është meritor që ta marrë pasurinë e tij, domethënë atë pasurinë konkrete që e sqaruam, por i falimentuari është më meritor. Domethënë këtë pasuri që e gjen tek i falimentuari, Hanefit thonë se është i falimentuari më parsor, sepse me këtë shitjen, domethënë tani ky e ka shitur, ja ka dhënë me pagesë me afat shtyr ose me veresie. Edhe atëherë ai që e ka ble është pasuria e tij, edhe ai është më parsor që ta përdore pasurinë e vet sesa të vijë dikush tjetër, domethënë ta marrë. Kështu është arsyetimi ose pra arsyetimi i mendimit të Hanefive. Po mirë, çka kanë vepruar me këtë hadith? Hadithi ishte i qartë, se ai që ka shit, domethënë edhe gjen pasurinë e vet, ai është më parsor. Kur Hanefit thonë i falimentuari është më parsor. Thonë hadithi është i kundërshton bazat. Edhe kanë thonë se mund të jetë qëllim vetëm nëse kjo pasuria është e lënë, domethënë për ta ruajtur. Domethënë vetëm ai që e ka lënë një pasuri për ta ruajtur është më parsor ta marrë. Përndryshe, nëse ka shitur, atëherë është më parsor blersi. Blersi i cili ka falimentu. Kjo do thotë ky arsyetim për hadithin, ky i dyti, thamë se thonë që është për qëllim ai i cili ka lënë për ta ruajtur një pasuri. Atëherë, nëse kishte qenë qëllimi për atë, nuk do të ishte përmendur falimentimi. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur kush e gjen pasurinë e vet te dikush që ka falimentuar. Pse përmendet falimentimi? Se ai duhet ta paguaj. Sigur të kishte qenë vetëm për ta ruajtur si amanet, s'ka nevojë të përmendet falimentimi, se ajo është pasuria e tij edhe ashtu, domethënë secilin moment duhet ta marrë. Pastaj ka thënë Sheukani rahimahullah, ka thënë arsyetimi tjetër i pari që e përmendëm, cili ishte, se ka thënë hadithi i kundërshton bazat, domethënë bazat e fesë ose bazat e shariatit. A është kjo e mundshme? Thotë Sheukani, ky arsyetim, domethënë se hadithi i kundërshton bazat, domethënë është arsyetim i kot ose fasid, domethënë i keq dhe i pavlefshëm, sepse suneti i hadithi sahih, domethënë suneti sahih është bazë e shariatit. Ajo është baza, nuk ka ndonjë bazë tjetër që hadithi duhet të përputhet me ato baza, por hadithi sahih është baza. Prandaj nuk ka asnjëherë arsyetim të lihet veprimi me hadithin, domethënë mos veprohet me hadith, nuk ka arsyetim përveç nëse ka ndonjë argument më të fortë, domethënë nëse ka ndonjë ajet ose hadith më të drejtë për drejtë ose që është më sahih, për shembull, edhe ky e kundërshton atë hadith, atëherë thuhet se ky është i dobët ose diçka e tillë. Përndryshe, përderisa hadithi është sahih, është obligim të veprohet me të. Dhe për këtë temë nuk ka ndonjë tjetër argument që është më i fortë se ky hadith, do thotë. Prandaj kanë thënë dietarët që nëse gjykatësi gjykon ndryshe
nga ky hadith, atëherë gjykimi i tij është i pavlefshëm, i anulohet. Do të thonë nëse vjen një gjykatës edhe e ndan këtë pasuri, edhe pse thot njëri prej klientëve thot se kjo është pasuria ime, unë që ja kam dhënë konkretisht, edhe ai gjykon për ndarjen e saj, dhe gjykimi i tij anulohet. Me shkon seancë më të lartë, instancë më të lartë, do të thonë, e anulon automatikisht sepse ka kundërshtuar hadithin. Dhe thot këtu autori, ky shpjeguesi i librit, rahimahullah, thot përmenda këtë kundërshtim, këtë ikhtilaf, vetëm se është shumë i njohur, se përndryshe nuk ka, do thot, është kundërshtimi është shumë i dobët. Pra, xhumhuri i dietarëve, shumica janë të bazuar në këtë hadith i cili është sahih, edhe një pjesë e vogël e kundërshtojnë. Pra ky kundërshtim është i dobët, mirëpo është shumë i njohur, prandaj e kemi përmendur, thotë që mos mashtrohet dikush nga, për shembull, nga pozita e ndonjërit prej dietarëve. Pra e di se është dietar i madh dhe ka thonë këtë fjalë, edhe atëherë dikush mund të bjerë në këtë mendim, por prandaj e përmendin dietar. Donjëherë, si kemi thonë, dietarët përmendin diçka që nuk është as pak e saktë, jo se ka vlerë, domethënë vetvete, po që të kuptohet të tjerë se ajo është krejtësisht e pasaktë. Po tema tjetër, ka thënë autori rahimahullah, babu shuf'a. Do thotë kjo temë që ka të bëjë me diçka që quhet shuf'a, do ta shpjegojmë çka do thotë kjo. Dhe për ta përkthyer në shqip, tani momentalisht nuk më kujtohet si është i përkthim te libri Legjislatura, por fjala shuf'a është për qëllim gjuhësisht, do të thonë dyfishim ose çiftëzim. Do të thonë shaf'a është çift, kurse watr është tek. Wa shaf'i wal watr. Do të thonë Allahu është betuar në netët që janë tek dhe çift. Dhe të shaf'a ose këtu shuf'a, do të thonë dyfishim ose është për qëllim bashkangjitje. Çka do thot? Do të thot kur një njeri e fshet, do të thënë pjesën e vet në një pasuri të përbashkët. Atëherë ortaku tjetër ka drejt t'ja bashkangjitë pasurisë vet këtë pjesën e tij. Do të thënë kjo është që e dyfishon pjesën e tij ose e çiftëzon, do të thënë me pjesën e atij ortakut tjetër, prandaj quhet shuf'a. Ose definicioni, do të thënë në fikë është istihqaqu sharik intiza' hissati sharikihi man intaqalat ilayhi bi'iwad. Do të thonë shuf'a do të thotë që ortaku ka të drejtë ta marrë pjesën e ortakut vet nga blerësi duke ja paguar çmimin. Do të thonë është puna, si tham, nëse janë dy ortak ose më shumë mund të jenë. Do të thonë janë këta dy ortak, edhe njëri prej tyre e shet pjesën e vet të pasurisë, e cila nuk është e ndarë. Edhe atëherë ortaku tjetër ka drejt, edhe pse e ka shitur ai, edhe e ka bler dikush tjetër, ka drejt t'ja marrë atij blerësit, edhe por me pagesën që e ka dhënë. Do ka drejt ta paguje të plot si e ka paguar ai, edhe t'ja bashkangjitë pasurisë vet. Do të thënë ky është qëllimi i fjalës shuf'a. Sepse kuptohet në ortakri ose kur është pasuria e përzier, do të thënë mes dy vetave ose më shumë, atëherë ka mundësi të ndodhin dëmtime të shumta për njërën palë, ose ndodhin probleme ose mosmarrveshje të mëdha.
Dhe si ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wa kathirun min al-khulata'i yabghi ba'duhum ala ba'd. Do të shumë prej ortakëve ose atyre njerëzve që janë të përzier me njëri tjetrin, i bëjnë padrejtësi njëri tjetrit. Domethënë shumë herë ndodh kjo. Por ka edhe njerëz të devotshëm të cilët ja japin hakun ortakrisë edhe e ruajnë, domethënë ligjin e Allahut edhe e zbatojnë të drejtën, edhe pse ata janë shumë të rrallë. Për këtë shkak, kjo shufa, domethënë është e ligjshme në shariat që të ruhen njerëzit nga dëmtimi, edhe gjithashtu të ruhen nga domethënë të evitohen mosmarrveshjet edhe grindjet. Dhe qëllimi është, domethënë me shpjegimin e hadithit do ta kuptojmë më mirë, por qëllimi është se ligjshmëria e shufas është e vërtetuar me hadithe sahiha të vërteta, edhe është me ixma, domethënë gjithë dietarët janë unanim se është e ligjshme, dhe qiyas, gjithashtu, nëse bëhet krahasim me rregullat e shariatit, parimet e shariatit, kuptohet se këtu është mbrojtja e drejtësisë dhe mbrojtja nga dëmtimi i njerëzve. Po, në hadithin, i cili është hadithi 278, thot an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qal, domethënë transmetohet nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma se ka thënë جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو في لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم. Domethënë thot e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose ka gjykuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shufa për secilën pasuri që nuk është ndarë. Domethënë fi kulli ma lam yuqsam, domethënë çdo pasuri që nuk është e ndarë. Fa idha waqa'at al-hudud wa surrifat at-turuq fala shufa. Por nëse vendosen kufit dhe ndahen rrugët, atëherë nuk ka shufa. Thotë e kuptojmë se ky hadith ka për qëllim, domethënë për të pasuritë e patundshme. Domethënë ato në patundshmëri, në tokë për shembull ose në ndërtesa. Në këto, nëse ajo nuk është ndarë, atëherë janë pjesëmarrës 2 ose më shumë veta, në të njëjtën tokë për shembull, që nuk është ndarë, ose janë pjesëmarrës në të njëjtën shtëpi ose të njëjtën ndërtesë më shumë veta, dhe ajo nuk është ndarë, atëherë domethënë kështu shariati i Allahut subhanahu wa taala e ka ruajtur këtë hak edhe këtë drejtësi dhe e largon dëmin dhe sherrin nga secili njeri, do thotë. Domethënë këto janë gjykime të drejta dhe të lavdishme që janë synime të shariatit. Prandaj çdo rregull i shariatit, çdo rregull e shariatit është në përputhje me zbatimin e drejtësisë dhe mbrojtjen e hakut, domethënë mbrojtjen e të drejtave. Pra secila rregull e shariatit, secila normë, çdo imësi e shariatit është për ruajtjen nga dëmtimi. Edhe ose do thotë që të arrihet dobia e plot, ose dobi që është më e madhe se dëmi. Domethënë në disa raste duhet patjetër një kompromis, duhet të bëhet pra duhet të pranohet një gjykim në cilin ka dëm, mirë po dobia është më e madhe. Do thotë kjo, pra synimet e shariatit janë arritjen e dobisë së pastër ose dobisë që është më e madhe se dëmi, ose largimin e dëmit të plot, dëmit të pastër, ose largimin e dëmit më të madh, me kompenzim ose me zëvendësim me një dëm më të vogël. Këtu, siç e shohim në hadith, qartë është se bëhet fjalë për patundshmëri, sepse është përmendur kufiri dhe rruga. Domethënë që bëhet fjalë për tokë.
siç e kuptojmë, do të thonë nëse gjendet një tokë në cilën kanë pronësi më shumë se një person, edhe ajo tokë nuk është e ndarë, dhe njëri prej atyre pranarëve vendos që ta shes hisën e vet, që nuk është e kufizuar, do të thonë, atëherë pranari tjetër ose pranar tjerë, do të thonë kanë drejt t'ja anulojnë atë shitje, do të thonë dhe paguajnë çmimin që e ka marrë dhe e marrin hisën e tij. Ja bashkangjesin hisës vet. Por nëse toka është ndarë paraprakisht, edhe janë vendosur kufit, edhe do të thonë muri ose gardhi ose do të thonë është ndarë qartë, ose janë nda rrugët, do të thonë ka secila pjesë prej tokës e ka rrugën e vet, atëherë nuk ka mundësi që ta përdorin këtë shufan, do të thonë ta përdora e tjetri. Do të thotë çka përfitohet prej këtij hadithi. Ky hadith është bazë për ligjshmërinë e shufas ose bashkangjitjes, si thamë, ose çiftëzimit, dhe është baza në cilën mbështetet unanimiteti i dietarëve. Fillimi i hadithit, dhe me qëllim unë e lexova edhe përktheva ashtu, se në fillim kuptohet se bëhet fjalë për secilën lloj të pasurisë. Besoj që edhe ju, më thënë, kishit këtë përshtypje, pra kur themi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjykuar për shufa në çdo pasuri që nuk është ndarë. Edhe kuptohet se bëhet fjalë për çdo lloj të pasurisë, edhe tundshme dhe të patundshme. Por fundi i hadithit të tregon se është për qëllim vetëm pasuria e patundshme, sepse ka thënë nëse qartësohen kufit ose vendosen kufit, pra vihen kufit në tokë ose ndahen rrugët, që do të thonë se bëhet fjalë vetëm për pasuri të patundshme. Dhe ose më saktësisht bëhet fjalë vetëm për tokë. Do të thonë drejt për drejt në hadith përmendet toka ose truelli, por hin në të njëjtin gjykim edhe ndërtesat, pasi janë të palëvizshme, edhe drut për shembull, pemt në baçe e kështu me radhë, do të thonë të gjitha hin në të njëjtin kuptim. Tjetër çka përfitojmë nga ky hadith, do thotë se bashkangjitja e hisës mund të ndodhë në një pasuri të patundshme që nuk janë dalluar kufit, do të thonë nuk dihet deri ku është hisja e njërit dhe ku është hisja e tjetrit, dhe nuk janë ndarë rrugët, sepse në këtë mënyrë, do të thonë nëse e shet njëri ortak pjesën e vet, padyshim se do të dëmtohet ortaku tjetër, edhe i bëhet dëm edhe bëhet shkak për grindje më shumë. Por kur të dallohen këto çështje, dallohen kufit edhe ndahen rrugët, atëherë nuk ka mundësi ortaku, do të thonë, t'ja marrë pasurinë, t'ja marrë, do të thonë, atë hisën tjetër, blerësit që e ka blerë. Prej kësaj kuptohet se fqinji nuk ka drejt ta anulojë, do të thonë, shitjen e fqinit. Thotë nëse një fqinj e shet hisën e vet të arës për shembull, ose arën e vet, e shet arën e vet, edhe pse është fqi, ose e shet shtëpinë e vet, nuk ka mundësi të vi fqinjit që t'ja marrë atij blerësit, do të thonë në këtë mënyrë me shufa. Dhe mirë po kur janë fqinjet, kur kanë diçka të përbashkët, aty, do të thonë, kjo është tjetër temë, do të flasim për këtë. Do thotë nëse kanë një pjesë të përbashkët ose një dobi që është e përbashkët që nuk është ndarë, atëherë ka tjetër përgjigje për ta. Gjithashtu nga ky hadith, do të thonë, disa prej dietarëve kanë thonë se bëhet fjalë, disa prej dietarëve kanë thonë se ky hadith flet për
tokë ose për pronë e cila nuk mund të ndahet, kurse ajo që nuk mund të ndahet nuk bën, domethënë nuk bëhet fjalë. Sepse në hadith në një prej transmetimeve është fi kulli ma lam yuqsam, domethënë çdo gjë që nuk është ndarë, që domethënë bëhet fjalë për diçka që mund të ndahet. Thotë nëse është një arë për shembull e madhe e cila mund të ndahet, edhe nuk dëmtohet asnjëna pjesë, për shembull të dy pjesët e kanë rrugën, domethënë mund të dalin rrugë, edhe është e madhe, domethënë e mjaftueshme, mund të ndahet. Këto që u thanë vlen për këtë. Por nëse është diçka që nuk mund ndahet, për shembull është një shtëpi e vogël, tazam është një dhomë edhe një banjo për shembull, edhe ajo nuk ka asnjë mundësi domethënë që të ndahet, ose është një arë e ngushtë e cila nuk ka mundësi të ndahet në dy pjesë që ta kenë qasjen, domethënë ose të jenë të padëmtuara, atëherë nuk vlen kjo, domethënë nuk vlen ky hadith për ta. Domethënë këto pjesë nuk mund të ndahen, edhe asnjëherë nuk mund që njëri ta shese atë hisën e vet. Gjithashtu nga ky hadith u kuptua se kjo normë e shariatit është për largimin e dëmit nga ortaku. Kur ka të bëjë, do thot, me pasuritë patundshme ku ortakria është e gjatë. Do thënë nëse janë bashkëpronar më shumë se një, atëherë kjo pronësi e përbashkët është kohë më e gjatë. Do thënë që nuk mund të evitohet, prandaj do të thënë ruhen këtu të drejtat e secilit prej ortakëve. Disa prej dietarëve kanë thënë që nëse ortaku e di se ortaku i tij do ta shesë pjesën e vet, edhe i ofron edhe atij, ose e di për një kohë gjatë dhe nuk reagon, atëherë nuk ka të drejtë ta përdorë, do të thënë, këtë mjetin e shufas. Edhe gjithashtu, nga kjo, ashtu kanë nxjerr sa është koha ku mundet njeriu, do të thënë, ta marrë pasur. Për shembull, e ka shit ortaku hisën e vet, e cila, do të thënë, për një tokë që nuk është e ndarë. Edhe e merr vesh ai ortaku tjetër. Sa ka kohë ai që mundet t'ja marrë, do të thënë, këtë pasuri dhe ta bashkangjitet e vetja. Sa ka kohë? Disa prej dietarëve kanë thënë që është kohë e shkurt vetëm për punët e domosdoshme të njerëzit. Për shembull, sa ta falë namazin, ose sa të haje drejk, për shembull, ose darkë, edhe atëherë, do të thënë, vetëm këtë periudhë. Mirë, po mendimi më i saktë është se ka kohë aq sa është e natyrshme, edhe e njohur. Do thotë që duhet të mendohet, edhe duhet konsultohet, për shembull, për pasojat, për dobit, do të thënë bashkangjitjes ose mos bashkangjitjes kësaj pjese. Do të thënë ka kohë më shumë, nuk është, do të thënë, aq kohë e ngushtë. Tjetër çështja është se është haram që dikush prej ortakëve të bëj hile, do të thënë për këtë çështje. Për shembull, do ta shesë pjesën e vet me çmim që është më shtrenjtë se çmimi real i asaj hise në këtë tokë. Edhe ja shet dikujt me çmim më të madh, që ortaku detyrohet ta blej, do të thënë, me atë çmimin më të lartë. Kjo është haram. Edhe nëse gjykohen te gjykatësit, thot, ai gjykon për që të kthehet çmimi real. Pra ajo që është, çdo gjë që është haram, do të thënë, është e anuluar, anulohet në gjykatë. Dhe do të thënë çdo lloj e hiles, pra ose mashtrimeve, përdorimit ose keq përdorimit ligjeve, do të thënë gjitha janë haram dhe ato anulohen në gjykatë. Tham ka ixhma, do të thënë unanimitet të dietarëve në lidhje me ligjshmërinë e shufas në patundshmëri, të cilat mund të ndahen, si tham. Do të thënë mund të ndahen në mënyrë
pa të dërsueshme, do thotë nëse duan ortak të ndahen, është e lehtë dhe është e detyrueshme që të ndahen. Dhe nuk vlen për pasuri të cilat nuk mund të ndahen, si tham. Pra diçka që është për shembull një dyqan shumë i ngushtë që nuk ka mundësi të ndahet në dy pjesë. Për shembull nëse është dyqani i gjerë 1,5 metër dhe pa marrë parasysh se është i gjatë, edhe përdoret për një biznes caktuar, nëse ndahet në dy pjesë, domethënë ajo nuk është e mundshme që të përdoret pastaj. Prandaj, domethënë në këto nuk lejohet shitja e njërës pjesë. Por në këto që janë të mundshme të ndahen, si tham, nëse është shtëpi e madhe, ose ndërtesë me shumë katë, që mund të ndahen katët, ose tokë e madhe që ndahet, atëherë kjo që folëm domethënë është e ligjshme për këtë lloj të tokës, të pasurisë. Por një pjesë e dietarëve që janë domethënë Ebu Hanifja dhe nxënësit e tij janë të mendimit se çështja e shufas vlen edhe për pasuritë patundshme edhe për të tundshme, edhe për ortakri, domethënë edhe në një pasuri që nuk është domethënë prej pasurive të patundshme, edhe ortakri në biznese kështu me radhë. Dhe kanë argumentuar me fillimin e hadithit, sepse në fillim ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose thot Jabir ibn Abdullah, qada bish-shuf'ati fi kulli ma lam yuqassam. Domethënë ka gjykuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për bashkangjitje, domethënë në çdo pasuri që nuk është ndarë. Dhe në tjetër transmetim hadithit thuhet ka gjykuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bishuf'ati fi kulli shay, domethënë këtë bashkangjitje nëse shuf'a në çdo gjë. Edhe prandaj kanë thënë se ky ligj ose kjo normë ka ardhur për largimin e dëmit që mund t'i ndodh ortakëve nga ndarja kështu me radhë, se edhe vetë ndarja secilës lloj pasurie ka angazhim dhe ka harxime kështu me radhë. Prandaj pengohet, domethënë kjo mënyrë e shitjes. Por disa prej dietarëve, siç është Qadi Iyad, Ibn Daqiq al-Eid të tjerë, kanë thënë se është kjo fjalë ose ky mendim është mendim i izoluar, si më thënë, ose nuk është mendim i argumentuar. Edhe dietarët e Medinës, Imam Maliku të tjerë, Shafiu, Ahmedi, Ishaq ibn Rahuja e të tjerë, kanë thënë se nuk ka ortakri, nuk ka shufa, domethënë te fqinji, si thamë më herët. As te ortaku që është i ndarë, domethënë me kufi, por vetëm te ajo që nuk është ndarë. Pse, domethënë edhe ky mendim përmendet, sepse ka edhe mendim që ose ka disa fjalë që thonë se edhe fqinji ka të drejtë ta marrë, do thotë atë pjesën e fqinjit që e ka shitur, por e vërteta është se nuk ka të drejtë, pasi e pam në hadith, edhe ajo që ka qenë e përbashkët dhe janë vendosur kufit, domethënë aty nuk ka shufa. Se po të kishte qenë që fqinji të mund të përzihet në shitje, atëherë kjo kishte qenë shumë e gjerë, shumë gjithëpërfshirëse, se secili njeri që ka dikun pasurit patundshme ka dhe një fqinj. Edhe atëherë do të jetë çdo i kufizuar, domethënë nga kjo çështje. Hadithin që e lexuam në temën, domethënë është i qartë për këtë punë, wallahu a'lam. Por nëse bëhet fjalë për dy fqinj që e kanë një dobi të përbashkët, për shembull, e kanë të thëmë një pus që është i përbashkët, është një pjesë e oborrit, domethënë e përbashkët për të dy palët, edhe aty është bonari, për shembull, pusi, ose është rruga e përbashkët,
që të dy, do të thënë, hinë të njëjta rrugë, atëherë këtu ka detaje. Do të thënë, disa prej dietarëve thamë Hanefit kanë thonë që është për secilin fëmijë vlen, pa marrë parasysh a ka diçka të përbashkët ose jo. Dhe kanë argumentuar me hadithin el jaru ahaqqu bi siqbihi. Do të thënë, është një hadith se fëmijë është më parsor. Ose gjithashtu në tjetër hadith ku qëndron gjaru dar ahaqqu bid dar. Do të thënë, fëmijë i shtëpisë është më meritor që ta blej shtëpinë, do të thënë. Po ashtu është transmetuar në 4 sunenet nga Jabir ibn Abdullah se ka thënë el jaru ahaqqu bi shuf'ati jarihi yantadhiru biha wa in kana ghaiban idha kana tariquhuma wahidan. Do thotë, ky hadith është sahih, edhe i sqaron edhe hadithet që i lexuam më herët. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fëmijë është më parsor që ta bashkangjit, do të thënë, pjesën e fëmijët vet, edhe pritet, edhe nëse nuk është aty, do të thënë, nëse është në udhtim, duhet pritet fëmijë. Idha kana tariquhuma wahidan, nëse e kanë rrugën të përbashkët. Do të thënë, që do thotë kanë diçka, do një dobi të përbashkët, prandaj atëherë duhet të pritet fëmijë. Përndryshe, nëse i kanë të dy dyrt në anë të tjera, ose të dy kanë në rrugën kryesore, ose nuk kanë asgjë, do të thënë, përbashkët, atëherë nuk është kusht që të pritet leja e fëmijët. Edhe qëllimi është se qëllimi i shariatit është të largohen dëmet. Dhe dëmi i fëmijët, do të thënë, nëse nuk ka diçka të përbashkët, është dëm që mund të menjanohet. Do të thënë, ose bëhet muri më i lartë, për shembull, ose do të thënë është dëm i lehtë që mund të menjanohet. Por nëse është diçka e përbashkët, atëherë aty është vështirësia shumë e madhe, do të thënë, që të largohet ai dëm, se edhe fëmijët i bëjnë dëm njëri tjetrit, ose për shembull e bëjnë në atë mënyrë që të mund t'ja shohin ovorin edhe t'ja shohin privatësinë fëmijët, ose e ngrenë ndërtesën, do të thënë, shtëpinë ose murin në atë mënyrë që është pengesë për fëmijën e kështu me radhë, do thotë ka dëme edhe nga fëmijë. Por nëse janë, si thuhet, secili e ka hisën e vet, do të thënë, evitimi i këtyre dëmeve mund të bëhet më lehtë. Do të thënë, nuk është sigur kur tjetë ajo e përzier. Kur tjetë pasuria e përzier, atëherë ndarja dhe largimi i dëmit është shumë i vështirë. Edhe kuptohet se kur i shohim hadithet, ky është mendimi më i saktë. Do të thënë që ka disa që thonë fëmijë asnjëherë nuk ka drejt për shufa. Disa thonë që fëmijë gjithmonë ka drejt për shufa. Edhe të dy këto mendime kanë ndonjë argument prej haditheve, edhe janë të kundërta. Kurse ky që e tham, pra kur dy fëmijë kanë diçka të përbashkët, atëherë ka të drejt për shufa. Nëse nuk kanë asnjë gjë të përbashkët, ose janë, do të thënë, secili në vete, atëherë nuk ka të drejtë. Ky është mendimi më i saktë, mesatar, që i bashkon të gjitha hadithet, sepse hadithet nuk ka mundësi të kundërshtohen mes veti, edhe nuk bien ndesh me njëri tjetrin, por janë të përsosura. Do të thënë, gjitha hadithet janë sqarim i njëri tjetrit, nuk janë kundërthënëse, sepse edhe hadithi është shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala, si ka thënë Allahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Do të thënë, nuk flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga mendja e vet, por çdo gjë që flet është shpallje që shpallet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj ky mendim mesatar është më i saktë, wallahu a'lam. Edhe tham, edhe pastaj gjithashtu tekstualisht në hadith sahih është thënë se in kana, do të thënë, yuntadharu biha wa in kana ghaiban, do të thënë pritet fëmijë, edhe nëse mungon,
idha kana tariquhuma wahidan. Do thënë nëse rruga e tyre është e përbashkët. Do thënë në këtë hadith, ky hadith pra i ka bashku të dy kuptimet, edhe ka treguar se kur të kenë diçka të përbashkët, atëherë zbatohet shufa. Dhe në temën e radhës bëhet fjalë për disa rregulla për fqinësinë, edhe ato inshallah do t'i marrim në mësimin e radhës. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.